Më 6 tetor 2025, vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja tronditi sistemin gjyqësor dhe opinionin publik. Ngjarja ekspozoi një problem të kahershëm, pasigurinë e gjyqtarëve dhe brishtësinë e sistemit përballë presioneve dhe dhunës. Pas ngjarjes, u fol shumë për masa dhe përgjegjësi, por pak duket se ka ndryshuar në praktik, ku masat e sigurisë nuk i mbylojnë të gjitha gjykatat. Vrasja e kolegut Astrid Kalaj është një ngjarje shumë e rëndë e cila na tronditi të gjithëve. Për fat keq u desh humbja e jetës së një kolegu ton të shtrenjtë që çështja të bëhej alarmante dhe të gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces të ndërgjegjësoheshin lidhur me nevojën për përmirësimin e kushteve të sigurisë në gjykatat shqiptare. Engert Pëllumbi thekson se gjykatat e posaçme kanë masa sigurie më të forta, por gjykatat e jurisdiksionit të përgjithshëm dhe ato administrative janë ende në pritje të zgjidhjeve konkrete. Këshilli Lart Gjyqësor në dinin time në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme dhe me Ministrin e Drejtësisë janë duke marrë masat për përmirësimin e sigurisë në gjykatat e jurisdiksionit të përgjithshëm apo gjykatat administrative. Megjithatë, deri në këto momente nuk kam dieni për ndonjë masë konkrete, pra çështja është ende në proces hartimi i akteve normative të nevojshme dhe më pas marrja e masave faktike. Por përtej sigurisë fizike, gjyqtarët përballen dhe me presione të formave të tjera, sulme publike, sulme mediatike dhe deklarata politike që ndikojnë në klimën e punës. Sigurisht që presioni ka tentuar të bëhet nëpërmjet shkrimeve të ndryshme në median e shkruar apo dhe në median vizive, sepse nuk mendohet që të ketë formë tjetër presioni, të paktën ndaj personit tim. Për fat të mirë, unë nuk i lexoj shumë portalet, mundohem vetëm të informohem në edicionet informative. Shumë kusht thot se trysnia mes pushteteve është normale në një sistem demokratik, ku sundon ligji, por presionet nga politika vitet e fundit kanë qenë përtej këtij normaliteti. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve ka reaguar disa herë ndaj deklaratave të forta publike, duke paralajmëruar rreziqet për pavarësinë e gjyqësorit. Nisur nga kjo, vetë gjyqtarët thonë se duhet kujdes në komunikim dhe mbrojtje institucionale. Reforma dhe vettingu sollën pastrimin e sistemit, por edhe një vakum. Mira dosje të papërfunduara u grumbulluan në gjykata. Në momentin që ne filluan, kemi marrë dikur pak po flas për seksionin civil në gjykatën shkallës së Jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, mbi 280 dosje të vjetra. Që do të thotë dosje të rishortuara në trupa gjykues 4, 5, 6 herë. Gjyqtarja Drenica Demiraj thotë se po gjykon dosje të regjistruara që nga viti 2012, mungesa e stafit mbështetës dhe sallave të gjyqit e detyrojnë trupën e rretheve të punojë jashtë orarit. Që në ditën e parë të punës, kur kam nisur si gjyqtar në vitin 2022, është ndjerë ngarkesa që vinte për disa arsye, ku kryesorja dhe decisive ishte shkaku që buronte nga procesi i rigërsimit. Stoku i dosjeve ishte pak thuaç i konsiderueshëm. Vështirësia ishte e jashtëzakonshme, konsiderueshme dhe vijonte jetë e tillë, por tashmë përvoja gradualisht, sado kjo dhe modeste, ndihmojnë që çdo ditë më tepër të lehtësohet në përballimin dhe menaxhimin më efikas të volumit punës, dhe kjo në fakt është detyrë e çdo magjistrati. Kjo ngarkesë ka kosto, cilësia e vendimeve rrezikohet, koha për çdo çështje shkurtohet dhe magjistratët punojnë jashtë orarit për të përmbushur standardet. Pikërisht ky presion duket se po i shtyn magjistratët, sidomos ata të shkallëve të para, që të formalizojnë vendimet. Publiku pret drejtësi të shpejtë dhe të drejtë, por gjyqtarët thonë se kjo kërkon burime, staf dhe mbështetje institucionale, jo vetëm pritje morale. Roli i medias në shoqëri është shumë i rëndësishëm. Jo më kot media quhet dhe pushteti i katërt dhe për këtë arsye ajo duhet ta kuptojë dhe ta përcjell drejt rolin e saj në shoqëri. Sigurisht që ka media të përgjegjshme, gazetarë të përgjegjshëm, të cilët bëjnë një raportim mjaft korrekt të punës së tyre në lidhje me gjykatat dhe në mënyrë të veçantë me gjykatat e posaçme, ashtu sikurse ka edhe portale, do të quaj, sepse unë nuk arrit do t'i quaj media, të cilat tentojnë që në një mënyrë apo në një tjetër të ndikojnë në veprimtarinë e gjykatës, portale të cilat mund të financohen nga krimi organizuar, mund të financohen nga segmentet e caktuara të politikës dhe që synojnë të deformojnë produktin e
i gjykatës së posaçme. Gjykata nuk është perfekte, ashtu si dhe media nuk është perfekte. Qytetarët shqiptar në fakt kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë një pritshmëri shumë të madhe nga reforma në drejtësi. Për fat të mirë, unë nga aq kontakte se kam pasur me ta, kam pasur një reagim mjaft pozitiv. Paktën për punën e gjykatave të posaçme. Kjo është një augur i mirë të cilën ne duhet ta përdorim për të ecur përpara dhe për të përmirësuar punën tonë. Gjyqtarët bien dakord se për të rritur besimin publik, nevojiten veprime konkrete, siguri e garantuar, mirë menaxhim i stokut të dosjeve dhe mbrojtje nga presionet politike. Por pikërisht siguria, stoku i dosjeve dhe presioni politik janë tre shtyllat që duket se po përcaktojnë sot fatet e drejtësisë në Shqipëri. Gjyqtarët që folën për Citizens.al kërkojnë zgjidhje të koordinuara, masa konkrete sigurie për të gjitha gjykatat, rritje stafesh dhe mekanizma që mbrojnë pavarësinë e vendimarrjes. Deri më sot po përballohet me një sakrificë personale të magjistratëve, gjë që ndoshta nuk është e dukshme në opinionin publik, në opinionin e gjerë publik, për shumë faktorë, ndoshta edhe për shkak të mentalitetit deri diku të mbyllur dhe hermetik që ekziston brenda sistemit të magjistraturës shqiptare, them me këtë term të përgjithshëm, që nuk kupton shumë për problemeve që hasin dhe sfidave të përditshme të magjistratëve, do duhet të luftohen së pari nga vetë brenda magjistratëve me vetveten e tyre, ku ka hapësira të shumta për përmirësim, por njëherë do duhet që komunikimi me publikun të qartësojë publikun për nevojat që janë përtej kapaciteteve të magjistratit dhe për të marrë nga organet e tjera. Mendoj që vetmja mënyrë që ky perceptim dhe besimi i publikut të gjyqësorit të rritet është nëpërmjet punës së gjyqësorit. Të gjithë ne po mundohet të bëjmë maksimumin tonë, që do thonë të gjykojmë në afat, dosjet të vijnë në lëvizje, të dorëzojmë ato dosje brenda afatit dhe besoj kjo është vetmja mënyrë që edhe besimi i publikut te gjyqësori të rritet dhe unë besoj që shumica e punës sonë ka arritur të transmetohet dhe besoj që edhe qytetari e ndjen këtë gjë. Reforma në drejtësi ka hapur rrugën e re drejt një sistemi të besueshëm, por koha tregoi se në mënyrë që kjo rrugë të jetë e qëndrueshme, duhet më tepër se sa një paketë religjore. Duhen burime njerëzore, vullnet politik dhe më shumë mbrojtje për ata që vendosin në emër të drejtësisë. Ndaj pikërisht në ditën kombëtare të drejtësisë, këto zëra kërkojnë të dëgjohen. Detyra e gjyqtarit nuk është një profesion, është më shumë se sa një mision, është vokacion.